do t'jenë pa diskutim në kutitë e votimit të dielën, së bashku me të gjitha ata që nuk do t'jenë dot në kutitë e votimit, por ndërkohë po i dërgojnë votat e tyre nga jashtë kufive të Shqipërisë. Do të bëni të mundur që nga numërimi i 11 majit të dali fitoria më e bukur e Partisë Socialiste. Ne kemi fituar në mënyrë të përsëritur këtu në Lushnjë, ashtu si kundër edhe në Divjak, dhe kemi bërë gjithçka kemi mundur me fitoret tona, pasi ne nuk jemi në një ndeshje apo në një cikël ndeshjesh sportive. Dhe fitoria nuk është qëllimi vetvete. Fitoria është vetëm mjeti për të arritur qëllimet tona të përbashkëta. Ne sot falë punës që së bashku kemi bërë, për mbi të gjitha falë mbështetjes jashtëzakonshme që ju dhe shumica dërmuese e qytetarëve të këtij qarku na ka dhënë, kemi arritur të bëjmë një transformim të madh. Një transformim të madh që nga qendrat e qyteteve të këtij qarku e deri në të gjitha territoret ku shtrihen tokat pjellore dhe ku ne së bashku ja kemi dalë që të rrisim në mënyrë shumë të ndjeshme prodhimin dhe eksportet bujqësore. Ashtu si kundër, ja kemi dalë po ashtu në këto vite që të ndërtojmë shkolla të reja, të krijojmë hapësira të reja për fëmijët, nxënësit dhe nxënëset e Lushnjës dhe të Divjakës, ashtu si kundër ja kemi dalë të krijojmë kushte të tjera për të gjitha ata që kanë nevojë për kujdesin e qendrave shëndetësore, ashtu si kundër ja kemi dalë edhe në plot gjëra të tjera, por t'jeni të bindur dhe t'jeni të bindura që unë jam shumë i vetëdijshëm se kemi ende gjëra të mëdha për të bërë së bashku. Dhe dua të besoj se ky mandat i katërt do të jetë një moment shumë i rëndësishëm për transformimin e mëtejshëm të Lushnjës dhe Divjakës në një aspekt të veçantë, në aspektin e krijimit të një baze të vërtet të industrisë ushqimore të vendit, në aspektin e krijimit të një rrjeti të vërtet infrastrukture ku të gjitha ato që janë ndërtuar deri më sot, qofshin pika grumbullimi, qofshin pika agropërpunimi, qofshin pika agroturizmi, do të lidhen të tëra dhe do të shtohen si një gjerdan shumë i bukur rreth e rrotull të gjithë territorit të këtyre dy bashkive.